njëri prej kandidatëve Rani Ismaili pati premtimin se duhet me mbyll sheshin, derisa Buzhala po flet se ka mungesë tretorëve, ka hapësirë të pamjaftueshme për komësorët, ai do një kandidat që tha që ka me mbyll sheshin, me hap sheshin, po. Unë mendoj se Prishtinë, qytetarët e Prishtinës nuk janë të interesuar me hap sheshin, nuk i pengon madje edhe nëse shkon deri te rrethi i Flamurit për gjithashtu okej, sepse në fundja dhe Prishtina duhet më dokë si një kryeqytet i shteteve që kanë sheshe të mëdha, që kanë hapësira të mëdha për komësorë dhe nuk është se ka me sjellë vota. Thuhet se janë bërë disa matje, po nuk dihet se nëse matjet janë bërë me qytetarë Prishtinës apo të komunave tjera që ballafaqon kolona me vetura edhe është kërkesë e tyre që mu hap sheshi. Mirë po, mendoj që ke huqe e madhe në fillim të fushatës e cila nuk është se kam i sjellë vota. Më rive me verifiku qëta që lëshun që autobusat e ri, lagjet e reja, ka diçka në ta është? Jo, se di e pas që një 30 autobusa me gjasi paralajmërun, mirë po nuk e di... Jo, nuk i paralajmërun, nëse i lexon postimet e tyne, nuk janë të paralajmërun, ata janë ka ecin. është veç riorganizimi i trafikut urban, kur gjë tjetër. Nuk kanë ardhur 3. Më thonë, nuk kanë ardhur çata në bërës që pritit më ardhë që 6 vjetë, që dilë dhe shpendameti o në të shkruani këtë... E kanë thu ka rajt për Jo, nuk ka rajt. E kanë bo një organizim trafikit urban me qëta autobusat që kanë aktual. Thjesht i kanë menagju pak ma mirë. Do vane kus kanë shkuas në erë, ta shpritet më shkuasht. Autobus të rritë Bergjit janë të lidhura me planin e mobilitetit që komuna nuk e ka respektuar, nuk është ka zbaton, që duhet me kriju linjat e veçanta të autobusve, me kriju hapësirë që mos me mbet një autobus për 10 kilometra një orë. Andaj autobus të ri, si pas njërive të mje, janë që do të vinë momentin që komuna fillon me zbatu planin e mobilitetit, cilë është aprovu që shkone e shpena. Ka qenë i vekës aty që lidhët pak edhe me auditim të trafikut urban? Vënesa atyre... Kompanisë po flasë, po. Vënesa atyre, po, për shkak performancës, nuk ka performu as me tyra dhe po as me menaxhim që shduhet dhe Bergje ka stopu. Kjo është tem tjetër me pastaj. Veç po flasë që kur i promovon që ata autobus, veç ta sigurojmë që s'kan ardhur autobus 3 asnjë. Jo, ne kam problemin tjetër, ta që ka premtu double autobus tjetër, ka thonë dhe në mandatin e dytë, nuk është mujtë këta me i sjellë. Nuk e di, këto është edhe problemi i garancisë që duhet më ofru Ministri i Financave. Është kryja, është. Shkryja? Po, është. Sepse është marrë kredija, se ndryshe nuk të të mundej. Qartë, ne prej çështjeve që na ka met edhe neve si media ankohemi, po s'kemi fuqit mjaftueshme me lobuse për me ndryshu, po mduket edhe politikanëve, është kohëzgjatja e fushatës. Janë bardo rregullore prej kohës Unmikut, edhe është met 30 ditë, është met me